Fjala reklam gjendet në shumë publikime dhe në të shumtën e rasteve përdoret si e padefinuar. Nganjëherë ngatrohet me fjalën marketing, e në të vërtetë reklama është një komponent shumë i rëndësishëm i marketingut. Në përgjithësi, koncepti i reklamës emërton ndikimin e planifikuar të një ose më shumë personave me qëllim që këto t'i stimulojë deri në një qëllim që shkon në dobi dhe interes të reklamuesit. Si çdo informacion tjetër, ashtu edhe reklama është efektive vetëm në mënyrë subjektive. Ajo influencon si çdo informacion tjetër në bazë të zgjerimit të informacioneve subjektive nëpërmjet të konsumatorit. Në qoftë se shikojmë historikisht, reklama është një paraqitje e vjetër. Simbolet të firmave të ndryshme dhe shenjave të tjera janë përdorur që nga fillimet e ekonomisë së tregut, që blerësit të bëhen më të vëmendshëm për një produkt dhe për ta ngritur të njëjtin më lart se një produkt tjetër. Reklama ka ndikim tek të gjitha moshat, mirë po një ndikim shumë problematik dhe të menjëhershëm ka tek fëmijët. Reklama përdor metoda të lloj-llojshme që të përcillet sa më mirë deri tek grupa e saj qëllimore dhe krijon një ndikim shumë të fortë mbi ta. Për industrinë reklamuese, fëmijët janë bërë një grup qëllimor shumë i rëndësishëm për shkak se ata përveç se posedojnë një shumë të caktuar parash xhepi, ata kanë një ndikim shumë të madh edhe në zgjedhjen e blerjeve që i bëjnë të rriturit apo prindërit. Sipas një studimi në Universitetin e Amsterdamit i bërë nga studiuesit në qendrën për fëmijë moshës 8 deri më 11 vjeç, që është pak i kënaqshëm. Në të kundërtën, ata kanë zbuluar se fëmijët janë më pak të kënaqshëm në jetën e tyre dhe bëhen akoma më shumë materialista me kalimin e kohës. Mirida, ju përshëndes gjithashtu. Po, unë fillimisht do desha t'ju përgëzoj për zgjedhjen e temës, sepse në një farë mënyre kjo lloj teme në mediat tona në përgjithësi flas, domethënë në mediat tona është një lloj tabuje. Kjo temë as që merret parasysh nga mediat, domethënë mediat janë ato të cilët na transmetojnë reklama çdo ditë, na mbushin çdo ditë me reklama. Mirë po janë ato përsëri të cilët nuk flasin për këtë fenomen. Në këtë drejtim, domethënë, më vjen mirë që ju keni bërë si televizion lokal, keni bërë një hap shumë të rëndësishëm, domethënë në faktikisht në sqarimin. Fillimisht ne nuk i kemi përjetuar reklamat e hershme, domethënë të vjetra, po gjithsesi që jemi dëshmitar të asaj që e kemi parë nëpër televizione, nëpër filma të ndryshëm, se si ka filluar reklama. Domethënë reklamat e para kanë qenë reklama me zë, sepse aty nuk ka pas media. Dhe media e vetme ka qenë normalisht zëri. Dhe në këtë drejtim ka pas persona të caktuar, të cilët kanë pas një zë të fuqishëm, karakteristik, dhe këto persona kanë bërë në një farë mënyrë reklama të ndryshme në kohën e mbretërve për mbretin, në kohën më të vonshme pastaj për tregtar të ndryshëm, të cilët kanë ardhur nga qytete të ndryshme të tjera dhe kanë sjellur materiale të ndryshme tregtuese. Dhe me këtë, domethënë, i kanë autorizu këto persona që kanë pas zërin karakteristik, i kanë autorizu një kohë përpara, domethënë një javë përpara, ta zëm për shembull, që do të vijë filan tregtar me filan produkte në filan kohë, në filan vend. Dhe me këtë, normalisht që brenda një jave janë lajmëruar të gjithë personat ose shumica e personave të qytetit, kështu që në momentin që ka ardhur tregtari, aty janë shitur qoftë të gjithë produktet, qoftë pjesa më e madhe apo pjesa dërmuese e produkteve. Për këtë, domethënë, për këtë lloj reklame, tregtari e ka paguar, domethënë, personin me zërin karakteristik. Më vonë pasaj, normalisht që reklama është zhvilluar deri në kohën ose po deri në deri në stadiumin që ne e njohim sot. Gjatë gjithë historisë, reklama ka kaluar nëpër 4 faza gjithsej. Domethënë faza, këto nuk kanë ndonjë përcaktim të caktuar, domethënë quhen faza e parë, faza e dytë, e treta dhe e katërta. Në fazën e parë reklama ka qenë shumë plakative me një fjalë, e thjesht ka qëndruar vetëm emri i produktit. Në reklam, në fazën e dytë, domethënë ka qenë element interesant apo karakteristike reklamave të fazës së dytë ka qenë konkurenca mes kompanive të ndryshme për të njëjtin produkt, dhe në këtë drejtim kompanitë përveç se kanë shkruar emrin e produktit,
kanë shkruar domethënë edhe një karakteristikë të veçantë të këtij produkti. Reklama e fazës së tretë, domethënë, është reklama të cilën ne e njohim sot, kjo është reklama me VIP-a, me njerëz të njoftur, qoftë aktor, sportist, këngëtar apo diçka tjetër, dhe reklama e fazës së katërt në fakt. Reklama e fazës së katërt karakterizohet për atë që reklama ka krijuar për shembull figura të ndryshme, kafsh, si për shembull ta them, një lop ose një kal ose një luan ose dhe tani këto figura reklamojnë produktin. Konsumatori realisht thënë nuk përfiton asnjë gjë nga reklama. Domethënë reklama vetëm se mund t'jap një lloj informacioni konsumatorit që ky produkt ekziston në filan vend, domethënë me këtë çmim, për shembull ta them, dhe nuk jep asnjë informacion tjetër apo konsumatori nuk ka asnjë lloj dobi tjetër domethënë nga reklama. Në këtë drejtim desha të potencoj që nëse i ndjekim pak reklamat, do të vërim që reklamohen produkte për të cilat ne nuk kemi nevojë në jetën tonë. Këto produkte reklamohen. Nuk kemi parë ne të reklamohet për shembull buk, shembull miell, nuk kemi parë të reklamohet. Po, kripa nuk reklamohet, sheqeri nuk reklamohet. Domethënë, këto janë gjëra të cilat ne na duhen për ditë dhe ne i konsumojmë këto çdo ditë. Këto nuk reklamohen. Reklamohen çokoladat, për shembull për të cilat ne nuk kemi nevojë, po duke parë reklamën, ne na krijohet kjo nevojë. Pra të ne mendojmë pasaj, duke i parë këto reklama, mendojmë që kemi bërë një zgjidhje, duke marrë produktin, duke zgjedhur produktin, kemi bërë një zgjidhje interesante për një element ose për një diçka për cilën ne nuk kemi pas nevojë. Kjo është interesante e reklamës. Gjithsesi që teknologjia ka bërë të vetën dhe reklama është bërë shumë interesante. Për këtë nuk ka diskutim, se cili pajtohet me këtë. Reklama ndikon të gjitha moshat, definitivisht. Po mosha këtë cilët ndikon më tepër është normalisht është mosha fëmijërore. Fëmijët janë ato të cilët ndikon më së tepërmi nga reklamat. Aq më tepër kur ne si prindër ose si të rritur i lëm fëmijët domethënë të pambrojtur para televizionit, gjithsesi para reklamës. Domethënë fëmijët janë ato të cilët e përjetojnë reklamën pak më ndryshe se që përjetojnë të rriturit dhe me këtë ndikojnë shumë më tepër se që ndikojnë të rriturit. Problemi më i madh tek fëmijët është që duke parë një kohë të gjatë reklama, duke ndjekur, domethënë duke konsumuar faktikisht reklama, fëmijët vinë një kohë, domethënë pas një kohe këto nuk mund të bëjnë dallimin në mes të asaj që e duan dhe në mes të asaj që ju nevojitet. Domethënë ato nuk bëjnë asnjë farë lloj dallimi në këtë drejtim. Ato mendojnë që gjithçka që shohin në reklam, domethënë aty ju nevojitet. Në fakt nuk është ashtu. Nga aspekti psikologjik, domethënë psikologët e dinë këtë më mirë, po ne e dimë që nga aspekti psikologjik fëmijët domethënë ndikojnë jashtëzakonisht shumë nga reklama, nga që ato deri në moshën 6 vjeçare nuk mund të bëjnë dallimin në mes realitetit dhe imagjinatës. Ato gjithçka që shohin në reklam, në media, por gjithsesi në reklam, ato mendojnë që është e vërtetë. Është reale dhe me këtë ballafaqohen dhe me këtë në fakt ato ndërtojnë realitetin e jetës së tyre. Dhe kjo është problemi më i madh sot. Po tani nëse për shembull ta them ka reklama që trajtojnë aspekte apo tema sociale. Në këtë drejtim do të kisha thënë që reklama mund të jetë edhe pozitive. Atëherë kur apelohet për shembull për ndihmë, atëherë kur preken aspektet sociale të jetës së njerëzit apo aspektet shoqërore të shoqërisë sonë. Atëherë domethënë vetëm atëherë ne mund të themi që reklama ka elemente pozitive ose ndikime pozitive në shoqëri. Një pikë të rëndësishme këtu mund të themi edhe solidarizimin, për shembull që se bëhet reklam dhe njerëzit ose shumica e shoqërisë solidarizohen me këtë reklam, edhe në këtë drejtim mund të themi që mund të ketë një aspekt pozitiv ose një element pozitiv, përndryshe nuk ekzistojnë elemente pozitive.
Tani po ta marrim kështu, nëse themi që për reklamën na duhet një buxhet shumë i madh për ta bërë reklamën, unë nuk pajtohem me këtë. Domethënë për reklamën na duhet për ta transmetuar reklamën na nevojitet një buxhet i madh, sepse për ta bërë reklamën na duhet kreativitet i madh. Domethënë buxheti i madh këtu nuk luan rol, edhe pse ka shumë kompani që investojnë jashtëzakonisht shumë në reklama. Reklama më e shtrenjtë deri në ditët e sotme ka kushtuar domethënë $20 milion dhe kjo është një sumë astronomike, është një sumë shumë e madhe. Janë shumë të holla për një spot 30 deri në 45 sekonda. Në këtë drejtim domethënë kreativiteti është ana kreativiteti ose aspekti kreativitetit është shumë më i rëndësishëm se sa aspekti financiar. Do ne mund të bëjmë një reklamë me 5.000 euro, për shembull ta zëm, dhe ky mund bëhet reklamë botërore. Dhe mund të bëjmë një reklamë edhe me 500.000 euro, po përsëri domethënë mos i ketë ato efektin e vet ose po mos ndikoj aq sa ne kemi menduar të ndikojë. Mu më vjen mirë që e prek një këtë temë, sepse unë thash përpara, domethënë në fillim të emisionit thash që kjo është një temë tabu për vendin tonë, ose po në përgjithësi jo për vendin tonë, është një temë tabu për mediat e gjithë botës, mediat globale. Po kur jemi në Maqedoni, është një temë shumë interesante dhe është një element që akoma nuk është prek nga asnjë medium dhe nga asnjë person në fakt. Unë mundohem dhe tentoj të shkruaj faktikisht punime shkencore apo artikuj të ndryshëm të cilët prekin pikërisht etikën e reklamave në Maqedoni. Në një analizë që kam bërë në fakt, në një punim shkencor që kam prezantuar në Shqipëri, aty kam domethënë dhe kam ardhur në përfundim që etika e reklamave në Maqedoni është zero. Domethënë nuk kanë mediat, reklama, asnjë lloj nuk parasheh asnjë lloj norme etike në fakt dhe norme morale në bërjen e reklamave. Pse e them këtë? Sepse nëse e ndezim televizorin dhe nëse i ndjekim reklamat, do shohim mjafton domethënë 24 orë të ndjekim ose brenda ditës të ndjekim reklamat, do shohim që këto reklama prekin ose kanë elemente vetëm slava maqedonase dhe krishterë ortodokse. Dhe me këtë në fakt anashkalohen të gjitha elementet e tjera etnike dhe religjioze, të gjitha etniciteteve dhe të gjitha religioneve tjera që ekzistojnë në Maqedoni. Dhe kjo është një element shumë i keq në fakt për reklamën, por gjithsesi edhe për mediat të cilët e transmetojnë këtë reklam. Sepse nëse pak analizojmë, domethënë mediat janë vetëm bartës të reklamave. Nuk dikush tjetër i bën këto reklama, mediat vetëm e transmetojnë këtë kanë për detyrë. Ta transmetojnë reklamën dhe të marrin para, domethënë të holla për transmetimin e kësaj reklame. Duke nisur nga fakti që mediave ju nevojiten këto të holla, atëherë domethënë del që këto të holla janë më të rëndësishme se sa e gjithë etika apo e gjithë tematika që trajtohet faktikisht nëpër këto reklama. Duke e trajtuar, duke e trajtuar vetëm një element, domethënë elementin slavo-maqedon dhe elementin krishterë ortodoks, dhe duke mos trajtuar elementin shqiptar për shembull, dhe mos trajtuar elementin islam në këtë drejtim apo edhe të etnicitetet të tjera dhe religioneve të tjera, atëherë për një kohë të gjatë, domethënë reklama mund të sjellë në shoqëri dezorientime të ndryshme dhe frustracione. Këto dezorientime dhe frustracione për një kohë të gjatë, domethënë krijohen në pavedijen e njeriu. Po pastaj, domethënë dalin në sipërfaqe, dalin në vedi dhe vjen një kohë dhe media në përgjithësi, po edhe reklamat, domethënë mohohen apo anashkalohen nga kjo grup e lënë pasdore. Nuk ka kombi, për shembull, ose etniciteti maqedon, nuk ka asnjë përparësi më tepër se sa që ka kombi apo etniciteti shqiptar apo etnicitete të tjera të cilët jetojnë këtu në Maqedoni. Në këtë rast, duhet të them që reklama në Maqedoni të duheshte të trajtohet me elemente multikulturore. Në fakt, gjë që nuk e bën. Reklama është shumë e njanshme në këtë drejtim në Maqedoni dhe kjo në fakt sjell problematika të ndryshme për të cilat thash populli vetëdijsohet ndoshta mbas një kohe.
Po, është e saktë. Domethënë të gjitha studimet që janë bërë deri tani, kanë sjell përfundime që shumica e kompanive në fakt tendojnë që reklamën ta fusin në kohën kur shikueshmëria është më e lartë dhe kjo është shumë normale. Në këtë rast edhe pagesa do duhesh kështu normal të funksionojë, edhe pagesa që bëhet për reklamën kur e fusim në kohën prime time është pagesa më e lartë se sa që është në për kohët e tjera, për shembull. Kjo koha prime time llogaritet që të jetë nga ora 19 deri nga ora 23. Në fakt është llogaritet se të gjithë njerëzit kanë ardhur prej pune, domethënë deri ora 4 për shembull kanë punuar deri në ora 5 dhe pastaj kanë ngrënë drek, janë shpëlodhur pak dhe tani janë të gatshëm faktikisht për të parë televizion dhe me këtë për ta ndjekur në fakt edhe reklamën. Okay. Tani historikisht reklama kur ka filluar ka qenë 2 minuta, 3 minuta dhe në këto reklama janë treguar histori të ndryshme. Dhe ka filluar historia me një problem dhe duke përdor produktin, për shembull, ky problem është zgjidhur. Në fakt tematika është po e njëjta. Do të fillojmë me një problem dhe po e zgjedhim një problem me një lloj produkti. Mirëpo gjatësia e reklamave në ditët e sotme nuk është më si përpara. Domethënë gjatësia e reklamave shkon nga 30 sekonda deri maksimum në 45 sekonda. Sepse janë bërë analiza të ndryshme dhe ka rezultuar nga analizat që efekti më i madh, domethënë, i reklamës është aty te 30 sekondësh deri në 45 sekondësh. Dhe pastaj ndjekja apo vëmendja për ta ndjekur reklamën bie në mënyrë drastike. Dhe për atë kompanitë mundohen, domethënë ato që bëjnë reklama, edhe agjencitë e dinë këtë, mundohen që ta mbajnë në kufirin e 30 deri në 45 sekonda. Po, më vjen mirë që ke parashtuar këtë pyetje sepse është një pyetje e rëndësishme si për televizionet ashtu edhe për kompanitë të ndryshme të cilat bëjnë reklama. Thash më parë, domethënë që reklamat përpara kanë qenë të gjata 2-3 minuta dhe aty janë treguar histori të ndryshme. Tani në kohën tonë, domethënë reklamën klasike kemi 30 deri në 45 sekonda siç e cikëm pak më parë. Në të ardhmen tani ka tendenca të ndryshme dhe këto tendenca shkojnë në atë që reklamat të jenë pak më ndryshe ose po të jenë shumë më ndryshe se sa që janë reklamat klasike në ditët e sotme, ashtu siç e njohim ne sot. Interesante është që kompanitë kanë nuhatur, domethënë kanë vërejtur këtë që shikuesit potencial, shikuesit e televizioneve dhe shikuesit në përgjithësi të reklamave janë lodh pak nga paraqitja e reklamës klasike nëpër televizione sidomos. Dhe ato tentojnë të gjejnë forma të reja të ndryshme me të cilët do t'i impresionojnë në një farë mënyre shikuesit e tyre potencial, apo edhe blerësit e tyre, apo konsumatorët e tyre potencial. Tani ka reklama të ndryshme dhe ka kompani të ndryshme që kanë tentuar dhe kanë pas jashtëzakonisht sukses të madh me bërjen e një forme ose me përdorimin e një forme të re të reklamave. Këto reklama faktikisht ju kthejnë për nga gjatësia, ju kthejnë reklamave të vjetra që thash përpara, domethënë kanë gjatë 2 deri në 3 minuta. Mirë po nga trajtimi i tematikës. Tematika është pak më ndryshe se çka qenë, domethënë para 30 vjetëve apo para 40 vjetëve apo në për këto reklamat historike. Tematika është krejtësisht tjetër. Domethënë aty kanë ndodhi të ndryshme, bëhen ndodhi të ndryshme, organizohen ndodhi të ndryshme dhe pjesë e këtyre ndodhive janë edhe konsumatorë të ndryshme potencial. Dhe kjo është interesante e këtyre reklamave dhe kjo është edhe ajo se pse ndiqen këto reklama dhe pse janë kaq të dashura. Tash për tash, këto lloj reklama i gjejmë vetëm në internet, domethënë, sepse këto janë shumë të kushtueshme për t'i transmetuar në fakt nëpër televizione të ndryshme. Për atë në internet mund të transmetohen pa problem dhe reklama më e mirë të gjithë kohrave është reklama gojore. Në fakt dhe keni parasysh si funksionon. Unë kam parë, sidomos në rrjetet sociale, domethënë në ditët e sotme, kam parë një reklamë interesante dhe e postoj këtë reklamë në këto rrjete sociale dhe shohim faktikisht një grup unë që kam domethënë të njohur dhe
prej aty grupi tjetër e tjetër, domethënë kështu përhapet kjo lloj reklame. Dhe dini e ju, YouTube-i funksionon domethënë në mënyrë të mrekullueshme dhe klikimet aty numërohen ka mundësi domethënë për numërimin e klikimeve dhe kjo është një efekt tjetër apo një anë tjetër, aspekt tjetër pozitiv në fakt i përdorimit të reklamës. Nga ana tjetër, ka dhe kompani të ndryshme të cilët tentojnë apo synojnë të bëjnë reklama të shoqëruara reklama guerile. Vetë fjala na tregon që kjo guerile është edhe ilegale. Domethënë edhe pse është ilegale, kompani të ndryshme të mëdha, të njoftura, domethënë ndërmarrjet e mëdha, këto janë ato që bëjnë reklamat guerile, edhe pse këto janë të ndaluara domethënë faktikisht me ligj. Dhe për këto lloj reklamash ka edhe dënime, domethënë ju jepen gjoba, dënime të ndryshme kompanive pse i kanë bërë këto lloj reklamash. Mirë, po përsëri ato janë të gatshme ta bëjnë reklamën edhe të pagojnë dënimin, sepse efektiviteti në fakt apo ndikimi i kësaj reklame është i jashtëzakonshëm, është shumë i madh. Sepse këtu në për këto lloj reklamash guerile, vetë kaluesi, kalimtari, vetë një person që ka dalur shëtise për shembull nëpër rrugë të qytetit bëhet pjesë e kësaj reklame dhe me një fjalë e përhap këtë reklamën edhe tek shoqëria e tij, familja e tij e të gjithë njerëzit e tjerë që ky i njeh.